Pasi varrosa bashortin tim të ndjerë, 2 djemtë dhe nuset e mia tentuan të më mashtronin, por unë u dhash një mësim të mirë. Dëgjojeni deri në fund. Emri im është Fatmira. Jam 64 vjeçe. Kam punuar për 35 vjet në emigrim, në një fabrik në Munich të Gjermanisë. Pas daljes në pension, vendosëm të ktheheshim përfundimisht në Shqipëri. Unë dhe bashkëshorti im i ndjer, Agimi, kishim vetëm një qëllim në jetë, që djemtë tanë, Albani dhe Besniku, të mos mbeteshin kur keq dhe të kishin një të ardhme të ndritur. Sakrifikuam rinin ton për ta. Nuk hëngrëm që t'i ushqenim ata, nuk veshëm që t'i vishnim ata. Ëndra jon më e madhe ishte që pas pensionit të ktheheshim në vend lindje. Me kursimet tona disa vjeçare, arritëm të blinim një shtëpi 2 katëshe me kopsht dhe pamje nga deti në Vlorë. Planifikonim që gjatë verës të mblidheshim të gjithë si familje dhe niprit tan të vraponin të gëzuar në kopsht. Por fati nuk deshi kështu. Nuk kishin kaluar as 6 muaj nga kthimi ynë, kur Agimi pësoi një atak kardiak dhe ndërroi jetë. Mbeta e vetme në atë shtëpi të madhe me kujtimet e mia. 2 djemtë e mi kishin krijuar jetët e tyre në Tiranë, të dy ishin të martuar dhe kishin punë të mira. Nusja e madhe, Arta, ishte shumë e dhënë pas luksit, ndërsa nusja e vogël, Eri, ankoi vazhdimisht për çdo gjë. Në ditën e varimit të Agimit, të dyja nuset më përqafuan duke qarë. Nëne dashur, ne jemi gjithmonë me ty. Nuk do të lëm kur vetëm në këtë shtëpi të madhe. Do të vim çdo fundjavë. Nuk e dija se ato lot ishin të rrem. Koha kaloi dhe premtimet e tyre u tretën. Vizitat u rralluan dhe sa herë që i merrja në telefon, djemtë dhe nuset gjenin gjithmonë një pretekst. Kemi shumë punë, Albani është i zënë, fëmijët janë bërë të prapë, do të marrim kur t'jemi të lirë. Fëmijët e mi, për të cilët kisha dhënë jetën, më merrnin vetëm 2 minuta për festa, sa për të largohen. Dimrin e kaluar, dhimbjet në gjunjë u bën të padurueshme. Mjeku më tha se duhej të operohesha urgjentisht në të 2 gjunjët, dhe se pas operacionit do të kisha nevojë për dikë që të kujdesej për mua për të paktën 1 muaj. Nuk mund të qëndroja vetëm. U tregova djemve për situatën. Albani tha, nën, e di që edhe nëna e Artës është e sëmur. Ajo po kujdeset për të dhe nuk ka kohë për ty. Besniku tha, nën, shtëpia jonë është shumë e vogël në Tiranë. Më mirë gjej një kujdestare me pagesa aty në Vlorë, se parati ke. Këto fjalë më lënduan pa mas. Pas gjithë atyre viteve punë në Gjermaninë e ftohtë për t'i rritur ata, djemtë e mi nuk gjenin dot një cep në shtëpitë e tyre për mua. Me zemër të thyer, bëra operacionin. Gjatë atij muaji të vështirë, personi që më hapi derën dhe u kujdua për mua ishte fqinja ime, Liridona, 12 vjet më e re se unë. Ajo më gatuante supën, ajo më lante, ajo më qëndronte mbi kokë kur rënkoja nga dhimbjet natën. Edhe pse nuk kishim lidhje gjaku, krijuam një lidhje shpirtërore shumë të fortë. Kur fillova të përmirësohesha, një të diel në mëngjes razilja e derës. Kur hapa derën, pash 2 djemtë dhe 2 nuset me një tepsi të madhe me baklava në duar. Nuset u bën papritur e ngjëj. O nëne dashur, sa shumë na kishe munguar, qenë ke dobësuar shumë. Pas I pim kafe, Albani u kollit dhe hyri në temë. Nën, kemi biseduar me Besnikun dhe nuset. Ti je moshuar tashmë dhe kjo shtëpi ka shumë shpenzime dhe mundim për t'u pastruar. Gjunjët nuk I ke më si më parë. Menduam që ta shesim këtë shtëpi këtu në Vlorë, pasi vlera e tyre është rritur shumë. Me ato para, blejmë 2 apartamente në Tiranë për ne. Dhe ti do të rish me radhë 1 muaj te ne dhe 1 muaj te Besniku. Nuset do të shërbejnë me radhë. Ke edhe pensionin nga Gjermania. Do të jetojmë si mbretër. Nesër, shkojmë te noteri. Ti japësh prokurën Albanit për shitjen. Kur dëgjova këtë, më ngriu gjaku. Ata që nuk më hapnin as telefonin kur isha e sëmur, kishin ardhur tani sepse ndjenin erën e parave dhe të shtëpisë. Me zë të lartë dhe të prerë, u thash, mos prisni asnjë prokur nga unë. Nuk kam asnjë shtëpi për të shitur për ju dhe asnjë qindark. Kjo shtëpi është kujtimi I Agimit tim dhe këtu do të jap frymën e fundit. Ju që nuk më sollët asnjë pjatë supë kur kisha nevojë, tani doni të më shëtisni derë më derë për interesat tuaja?
Merreni atë baklav dhe largohuni menjëherë nga shtëpia ime. Ata mbetën të shokuar dhe u larguan me turp. Që nga ajo ditë nuk I kam parë më djemtë e mi. Po të kishin pak dashuri për mua, do të kishin ardhur për të më pyetur si jam, jo për të kërkuar pronën. Tani jetoj me Liridonën. Kemi biseduar me avokatin dhe kam bërë testamentin. Pas vdekjes sime, gjithçka që kam do t'ja lë Liridonës dhe 2 fëmijëve të saj, të cilët janë shkolluar me mund dhe janë bërë mjek e mësues të shkëlqyer dhe që vinë gjithmonë të më takojnë. Mësimi më I madh që nxora nga kjo jetë është: familja jote e vërtet nuk janë gjithmonë ata me të cilët ke lidhje gjaku, por ata që të gjenden pranë kur rrëzohesh dhe të mbajnë dorën pa pritur asgjë në këmbim.